Jemi e rikthyer. Tani, çështjes nëse preket apo jo fondi i tokës bujqësore që është vënë në dispozicion të Agjencisë Shtetërore, Agjencisë së Trajtimit të Pronave, si fond për kompensimin fizik të ish-pronarëve. Janë 23.000 hektar, diçka më pak, diçka më shumë, në fondin e ATP-s, të identifikuar në 4 qarqe të vendit, Korça, Elbasani, Gjirokastra dhe Berati, edhe që ky projekt ligj e shmang që ky fond pra të përdoret për shitje tek investitorët e huaj. Nuk është siguri, garanci, le themi, ky përcaktim që është bërë në nenin 5? Atëherë nuk është përcaktim. Që nuk mund tjetërsohet kjo sipërfaqe? Jo, nuk është garanci, për vetmin arsye sepse thotë që, domethënë, tjetërsimi i tokës bujqësore nuk mund të kalohet kur është objekti i dosjeve për kthimin dhe kompensimin e ish-pronarëve. Tani, ka ato të cilët janë njohur me vendim, pra, shfaqëzimi i vendimit të kthimit kompensimit pronave ose diçka e tillë me anë të së cilës Agjencia e Trajtimit të Pronave jo ka njohur të drejtën e pronësisë ose ja ka njohur të drejtën e kompensimit, sepse këtu është vetëm për ato momente kur është e drejta e kompensimit. Pra, drejta e kompensimit, e cila do të ndodhen 2 pjesë, kompensim fizik dhe kompensim financiar monetar, me anë të së cilës secila prej palëve ka të drejtë të kundërshtojë. Iko e para. E dyta, nuk është garanci për të vetmin arsye sepse Agjencia e Trajtimit të Pronave ende sot e kësaj dite, do të thënë, ka vendime të pasbardha të cilët nuk kanë shprehur për sa i përket pronës, objekt kërkimi nga ana e subjektëve të shpërndësuar, apo subjektet të shpërndësuar janë me vite në procese gjyqësore, me anë të së cilës mund të jenë të përfshirë në sipërfaqe të tjera, të cilët de jure mund të quhen tokë shtetërore. Por në të vërtetë pronari e ka hedhur me vite në gjyq, ka kaluar në shkallë të parë, në apel, në gjykatë të lartë, është rikthyer edhe një herë çështja në shkallë të parë, apel gjykatë të lartë dhe kryer edhe një herë çështja në shkallë të parë. Pra mund të jetë ose në procedurë administrative me anë të së cilës Agjencia e Kthimit nuk është shprehur sot e kësaj dite, ose mund të jenë në procedura gjyqësore me anë të së cilës nuk është shprehur. Por kalon këtë fondin, pak janë mbi 20.000 dosje, le themi, që vërtiten gjykatave. Po, 50.000 do të thonë ka vetëm apeli, sepse është në normën, nëse ka dashur që të kenë 72 gjyqtar në apel, operon me 32 dhe imagjino akoma nuk kanë zbardhur ose nuk kanë vënë në lëvizje çështjet e 2016-s. Pra, pronarët e parë vdiqën, tani janë drejt asaj rrugë dhe fëmijët e pronarëve, domethënë. Nipat edhe mesat, prandaj na do të ikun jashtë shtetit sepse është pamundësi. Po flasim për tokat bujqësore, jo tokat në tërësi, po procesin. Atëherë, tokat bujqësore, domethënë, unë flas për subjekte të shpërndësuar, subjektet e shpërndësuar kanë pasur livalle, kanë pasur pemtore, kanë pasur toka bujqësore, kanë pasur brenda vijës së verdh, kanë pasur plazhe të tjera, domethënë male dhe të gjitha e cilët i kanë blerë dhe që i kanë me tapit të vjetra, domethënë se cilët janë për objekt njohje. Domethënë, në këtë ligj nuk përfshihet. Pra, ajo që është të paktën që avokati apo parashtron është fakti që ne kemi ende disa procese të cilat i kemi të hapura. Dhe të zgjatura. Po, të zgjatura, kjo është një gjë që dihet sepse janë shtrezuar, le themi, problematikat në kohë edhe për shkak të mbivendosjeve në aspektin ligjor. Pra një ligj është mbivendosur tjetrit, se kështu me radhë duke e shpërndar çështjen dhe duke mos e adresuar atë. Por duke mbetur tek kjo nisëm, pra te fakti që ne kemi ende disa çështje që kanë të bëjnë me prona të pa adresuara, që nga regjistrimi fillestar i pa përmbyllur, tek kompensimi i pronave, po ashtu që është një çështje e hapur, lidhur me tokat bujqësore, pra gjithmonë në regjistrimi edhe pajisja me certifikatën apo dokumentin e pronësisë për familjet bujqësore, se edhe ky është një proces po ashtu që nuk është përmbyllur. Duke qenë të tilla, ne kemi një tjetër ligj që i hap rrugë shitjes tek investitorët e huaj. Por ajo çfarë thuhet, por ajo çfarë thuhet në projekt ligj është fakti që ky projekt ligj do të marrë formë në momentin që janë adresuar të gjitha këto, pra që do thotë deri në 2028 është përmbyllur kompensimi i pronave. Tani se sa do të realizohet kjo është çështje tjetër. Mbyllja e kompensimit të pronave është regjistrimi fillestar, po ashtu supozohet që të përfundojë objektivat që janë brenda aktivitin, madje në fund të aktivitit. Por nëse nuk ka diçka e përfunduar. Çështja është nëse këto çështje vite nuk mund të përfundohet për 1 vit e 2 vite. Pra, sepse nëse do të marrin procedurat e Aluiznit, është vetë institucioni i cili le të themi është gjyqësisht me anë të së cilës zgjidh punë nëse ti përdor rrëfshetin, ndërkohë që zvarritesh
në procedura administrative dhe mandej në procedura gjyqësore, të cilat përsëri ato zvarritësh edhe më shumë nëse nuk pagun rrëfshetin. Pra kjo është situata në institucionet shqiptare, fatkeqësisht. Kështu që aleizmi është një grop stërëmale e hapur mantës e cila i zvarrit dhe përdoret si një premtim elektoral, kur përgjithmonë kur ke votime bashkie ose votime 4 vjeçare, domethënë, elektoralet i premtojnë që ne do t'i pajisim me certifikatën përkatëse, sepse është objektivisht e pamujtur që një shteti i cili ka komplet strukturën e tij të nxjerrë një ligj kur e ka pas për legalizimin dhe të mbaj pengë në këtë periudhë kohore subjektet të cilët ose i pranohet, ose nuk i pranohet. Kaq është. Nuk ke si ta mash peng qytetarin ti për vite, 10 vite, 20 vite, 25 vite. Iku kjo. E njëjta gjë është edhe për subjektet e shpërndësimit të pronave. Ndërkohë që është edhe me 7501 dhe tokat bujqësore kemi mos përputhje. Kemi në rallë të parë që fshatari ka padit shtetin, nuk i dhënë me pak. Kemi shteti ka padit fshatari, i cili thot kemi shumë. Kemi antarët e familjeve bujqësore të cilët kanë konflikt ndërmjet njëri tjetrit. Kështu që meqenëse se çështja pronësisë ka qenë kaq problematike, mira do të kishte qenë që të nxjerrshim diçka mantës së cilët i hujit vite të operote për 99 vite, siç ka në ligjin e mëparshëm, dhe bashkëpunimin mantës së cilës ti si shtet nuk e ndihmon fshatarin, ti si shtet nuk e bën naftën ashtu siç e kanë anijet e huaja të cilët e marrin me 55 lekë, por naftën kur e përdor fshatari e cili i duhet për produktet ose për zhvillimin e produkteve të veta dhe të tana e pagun njësoj, si dikush që ka makinën ose diçka e tillë, pra ti si shtet nuk operon me asnjë politikë ndihmuese ekonomike të biznesit për zhvillim biznesit të fshatarit, atëherë hap një dritë të kuqe, hap një tonal mantës e cilës të vinë investitor të huaj dhe të kooperojnë dhe të bashkëpunojnë me blegtorat shqiptar, me ato të cilët janë edhe me shtetin, me pasurinë e shtetit. Sepse nuk është tjetërsimi, duhet ta theksoj këtë, sepse më vjen shumë i natë, ndihem shumë keq, ndihem shumë e thyrë dhe shumë e zhgënjur, sepse ndjej që është një politikë për shkumtarizimin ton, është tjetërsimi i tokave të shqiptarëve, tjetërsimi i pronës të shqiptarëve, është dhënia e pasurisë të huajve, personave fizik, juridik, dhe nuk e di se si është bërë kjo politikë për ta shitur Shqipërinë. Ndoshta te turkët, ndoshta te rusi, ndoshta te Izraeli, kudo që tjetë është e padrejtë, sepse është e heq pronën shqiptarëve. Ndërkohë që shqiptarët shpopullohen dhe braktisin vendin si lloj pamundësisë ekonomike për me përballuar realitetin ekonomik, to jo vetëm që i shpopulluan dhe i larguan shqiptarët, por tani janë duke ia marrë edhe token. Dhe kjo më vjen shumë i natë. Kështu që duhet ta thoja. Duke mbetur tek pra ajo çfarë në thelb është edhe pritet sjell ky projekt ligj. Duke vënë në dukje që qëllimi pra shfrytëzimi një sipërfaqe prej 100.000 hektar tokë bujqësore përbën një potencial aktiv të paktën siç është shprehur, siç thuhet edhe në relacion për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Tani, ne dim që për sektorin e bujqësisë pothuajse zero investime nga të huajt për këtë sektor. Dhe aktualisht, pra çfarë përcakton ligji është përmes një kontrate dhe shfrytëzimit të tokës bujqësore për 99 vite. Një formulë e tillë nuk ka dhënë rezultat. Mendoni që shitja do t'jap tjetër rezultat që do thotë do të reflektohet, do të sjell rritje të interesit, do të sjell kontrata, si e shihni? Pra do shihet më joshtë se letimi si pari për të investuar në sektorin? Në dy kategoritë duhet të jenë politikat ekonomike të shtetit tonë, që është turizmi dhe bujqësia. Dhe te kjo është bërë her pas here politika e subvencionimit, siç është skema kombëtare, fondet e ndryshme që janë ofruar nga Komuniteti Evropian për pjesën e Shqipërisë, pavarësisht se sa efektive. Domethënë janë bërë politikat, por deri tani nuk është se kanë pasur rezultat. Nuk besoj dhe te kjo pjesa që në momentin që do blehen këto pasuri, kjo tokë, do të ketë një prurje masive të pjesës së kësaj. Dhe ajo që është e frikshme është do merren këto toka dhe do bahen për riinvestim, apo do të merren dhe mund të tjetërsohen për gjëra të tjera. Kjo është ajo që është dyshuese dhe duhet ketë ato ngritjen e fortesave për mos të
për mos të kaluar me akte normative apo me udhëzime të tjera, si që bëhet në një pjesë të ligjeve. Unë mendoj anën ekonomike ligjore të përforcojnë. Sepse sot kemi këtë qeveri, nesër mund kemi një qeveri tjetër dhe nuk duhet të përfitohet nga qeverit e tjera që vinë që të kenë hapësira për të keq përdorur politikat edhe ligjin. Nga ana ekonomike, ajo që më takon mua, sepse nga ana kombëtare normalisht që ne jemi gjithë ndjeshëm, është sjellja e një teknologjie të mirë, sjellja e kapitalit. Sot edhe ato që janë rritur dhe vinë nga sektori bujqësor, dhe që kanë ikur jashtë e kanë manin, blenë prona, blenë shtëpia në për qytete gjitha dhe nuk investojnë të prona atyre. Shumë keq që kemi në politikën ku shkohet edhe punohet toka e shteteve tjera dhe nuk punon dhe gëzon tokën tënde që e ke marrur. Dhe duke qenë që tokat më shumë tek ne rinë djerë dhe janë dhe pa teknologji dhe i vazhdojmë akoma në mënyrë primitive, gjithmonë kërkohet një zgjidhje për të ecur përpara. Por, unë jam më mirë të pjesa primitive dhe pjesa e përpunimit, se sa të pjesa që unë të riskoj që tokat edhe vendi im të shitet nesër. Unë mund të shtoj edhe diçka tjetër, pranin ekonomike, me vlen ta theksoj. Ne kemi parë që të huajt vinë në Shqipëri dhe vetëm thjesht sa regjistrojnë një biznes, por nuk paguajnë taksa tatime, sigurime shoqërore dhe janë detyrime me borxh në shtet. Kemi parë të huajt të cilët vinë në Shqipëri nuk paguajnë tatim burimit dhe thonë mate deni po nuk e di të tjerë. Kemi parë të huajt të cilët kanë shfrytzuar naftën tonë dhe nuk kanë paguar rrogat e punojësve dhe nuk kanë paguar dhe gjithmonë kanë dalë me deficit edhe kanë dalur domethënë nën kosto. Kemi parë të huajt të cilët kanë lënë biznesin e tyre hapur dhe janë zhdukur dhe sot e kësaj dite domethënë shpallet falimentimi nga ana e shtetit, domethënë me anë të së cilët kërkohet falimentimi, sepse sot e kësaj dite atyre bizneset domethënë janë zhdukur dhe janë larguar nga Shqipëria. Ju bëhet një pyetje pak më përpara, sa do të ndikojnë në ekonominë e vendit? Po sikur janë të njëjtët të huaj të cilët e kanë shfrytzuar këto, kanë shfrytzuar me rroga qesharake popullin shqiptar, apo edhe nuk i kanë dhënë rroga, apo nuk i kanë paguar sigurime shoqërore dhe shëndetësore. I njëjti shtet ka kanë Shqipëria, me të njëjtën administratë, me të njëjtën strukturë. Kështu që sa mund të ndikojnë domethënë ti përveç se e shfrytëzon popullin shqiptar. Je pronar do bëhesh argat edhe do punosh. Pra, ti përveç se shfrytëzon popullin shqiptar me rrogë qesharake, nuk i paguon sigurime shoqërore, nuk i ka lënë rrogat, jetojë heqëll të drejtën e pronësisë që te toka shqiptare të vit tjetër i huji. Pra, jo vetëm që jetu e lanë pa rrok, pa sigurime shoqërore, pa shëndetësore, jetu e lanë pa të ardhura, sepse fundit produktin do ta marrin to dhe do ta çojnë jashtë shtetit, se nuk ka gjë për shqiptarët përsëri. Shqiptarëve do t'i japin meturinat ashtu siç janë mësuar gjithmonë. Pse? Sepse ne nuk kemi shtet që mbron shqiptarët. Në momentin me anë të secilës një shqiptar ka lënë deri në kufinin e Grekut dhe të Maqedonisë dhe i shkruhet pasaporta apo i bëhet kontroll, çfarë garancie kemi ne? Kështu që të huajt që pra nuk është një zgjidhje nxjerrja në shitje e këtij fondi kam statistika dhe nga ana financiare, të paktën nga përvoja ime është kjo që tuaj vinë, hapin biznes, nuk pagojnë taksa, nuk pagojnë sigurime, normalisht që dhe zyrat nuk i pagojnë dhe zhduke në drejtim paditur dhe nuk ka qenë e ashpër politika shtetit ndaj këtyre të huaj që të vinë që minimalja t'i bllokojnë në kufi. Për shembull, një instrument mbrojtës, gjithmonë duke folur sepse ne dim se çfarë ndodh me kontratat. Pra, në momentin kur ka, le të themi, prishje të njëndshme të kontratave, ndodh që në secilin rast ai që puson është jo biznesi, por është shteti shqiptar, edhe në mënyrën se si hartohen. Tani, është e rëndësishme që edhe në momentin që bëhet një kontratë për kalim pronësie të tokës bujqësore, të përcaktohet qartë që nëse devijohet nga qëllimi, ka prishje të kontratës për shitje. Po, ka prishje të kontratës dhe nuk ka penalitete për shtetin shqiptar. Pra, në mënyrë që të mbrohet jo vetëm fondi i tokës, nga ky transakcioni mundshëm që mund të kryhet, por të mos kemi edhe penalitete që po, sepse në pjesën më të madhe kemi humbur shumë gjyqe si shtetë dhe vazhdojmë edhe
paguajmë detyrimet. Se për shembull në çdo nen përcaktohet që mund të ketë një të paktën anullohet kontrata kështu me radhë, por sa e rëndësishme është që kjo të përcaktohet. Ajo përcaktohet tek kontrata. Kemi parasysh që kontratat nuk janë të njëanshme, sepse nëse do të jenë favorizuese vetëm për shtetin shqiptar, janë të njëanshme. Kontrata shitjes, sepse tjetërsimi është kontratë shitjes, për nga vetë natyra është kontratë e dyantshme. Çka do të thotë që të drejtat dhe detyrimet binë në mënyrë reciproke për secilin prej palëve. Kështu që ai i cili anullon kontratën në mënyrë të kundërligjshme, do të thonë ai ka dhe sanksionet. Sanksionet parashikohen si për palën shitse, si për palën blerëse. Pra nuk mund të bëhet gjë në momentin që je para kontratës. Pra ose kur firmos kontratën. Atëherë nuk mund të firmoset një kontratë pa kenë shkruar dhe pa pasur sanksionet të dy palëshve. Sepse edhe fundit edhe ai tjetri që vjen, unë jam duke hallur lek, domethënë, me të drejtë që tani bëjmë edhe avokatin e djallit. Okej, sa e mbrojtur jam unë? Si për shembull si person fizik, si person juridik, në qoftë se unë blej këtë sipërfaqe. Sepse edhe ato kanë avokatër të cilët vinë, edhe ato thënë parashiko penalitetet që në qoftë se anullohet kontrata, atëherë ti si deli mbrojtën? Ose në rastin konkret në qoftë se ai anullon kontratën, ose në qoftë se nuk të regjistrohet prona, sepse masi ta marrin ai të drejtën e pronësisë, ai ka të drejtën përsëri ta tjetërson. Në qoftë se ai pajiset me certifikat pronësie, sepse dëgjoj, tjetërsimi është njësoj siç del tani. Po, ti ma shet mua, unë jam sasaj, i lindet drejta që të tjetërsoj edhe llojin e pasurisë. Po pa, jo numri i pasurisë. Jo, po duhet lloji, numri i pasurisë. Atëherë, vetëm nëse nxjarret një lish i posaçëm, mantës së cilës këto ligjet bëhen nga mafia dhe nga më i forti. Kështu që ne nuk e kena çuditshme që dikun kur ka kanë fush është bërë strukturë ndërtimore. Po pra, ekziston ky risk që nga tokë bujqësore të kthehet në tokë truall. Patjetër që bëhet tokë truall, sepse ai që paguon për mebli, mund të paguajnë përsëri që ndryshohet zëri kadastral dhe ndërtohet edhe një kullë vockël aty, një 100 katësh ose diçka e tillë, domethënë siç lëvizën këta kohët e fundit, domethënë. Po. Ja, kjo është problem dhe duhet të ketë një shenjë te kartela e pasurisë që kjo nuk lejohet të tjetërsohet. Nuk, është në kundërshtim me ligjin. Momentin që unë e blej dhe bëhem pronar, nuk mund të më kufizosh të drejta. Shiko, kjo është blerje me disa kushte, që do të thotë. Jo, është në kundërshtim me ligjin. Prandaj na kjo ka rrezik, sepse nuk e tjetërson vetëm tek unë. Për shembull, ma kalon ti mua si shtet, ma shet mua. Në momentin mandës së cilët del certifikata, unë jam pronar. Neve që në momentin që ti nuk e shfrytëzon për bujqësi, po, e tjetër. Po, ligje përcakton. Ligje përcakton, por kartela, ai ke marrë takzosh, patjetër, edhe unë ja tjetërsoj dikujt tjetër. Edhe unë ja tjetërsoj dikujt tjetër me të njëjtat kushte. Dhe kjo shkon dorë në dorë deri te dikush tjetër. Ne mos themi mandena pastrimi parave ose gjërave të tjera të cilat janë objekt tjetër. Mirë. Ka kënë shumë një karnise, me gjatë e vetmja ndoshta problematik që është vënë në dukje edhe në këtë projekt ligj është fakti që vendosja e kufizimeve, pra 2 hektar për njësi të qeverisjes vendore, që do thotë nëse toka bujqësore gjendet në Elbasan, një investitor nuk mund të marrë më shumë se 2 hektar brenda të njëjtës bashki, ndërkohë që nga gjitha bashkitë totali i sipërfaqes që mund të përfitojë përmes kësaj kontrate mund të jetë deri në 30 hektar, pra në shkallë republike. Edhe në projekt ligj në relacion thuhet që ky është një instrument antimonopol mbi tokën bujqësore. E mbron një gjë e tillë? Monopolet janë shumë të frikshme. Mos harrojmë që dhe Amerika që është Amerikë, jo neve që jemi popull që duhet mbijetojmë me mikronjësit, me bizneset vogla dhe të mesme, po monopolet janë të frikshme. Është pushteti financiar, ka pushtetin politik, kjo është monopolet. Prandaj edhe janë të frikshme aq më tepër, por popullsinë tonë që ne 2 milion banor jemi, kjo sipërfaqe është, të krijosh monopole, nuk e di se ari me monopole. Por dhe Amerika ka ligj që lufton në mënyrë të fortë krijimin e monopoleve, sepse nuk është se janë sukses, po janë dëm për një shoqëri apo për një shtet. Unë mund të për ta përmbyllur, po. Për 2 hektar dhe 30 hektar është ndryshueshme, është e mbrojtur apo nuk është e mbrojtur. Për ta parë këtë mund të shihni fare mirë ligjet mantës së cilës janë plazhet publike dhe plazhet private. Fillovi dhënia e plazhit privat, do të thonë një hapësirë e vogël, mandena filloi Oriksi duke u zgjeru, mandena filloi duke u zgjeru dhe meti me një hapësirë, do të thonë 30% për qytetarin në shkret, për ai 30% tani me ligjet e reja të cilët bëhen, do të thonë nga bashkitë, përsëri do të dohet edhe do të përgjysmohet mantës së cilës edhe plazhi publik do të jetë pjesërisht me pagesë dhe pjesërisht, do të thonë, do të jetë pa pagesë. Do të thonë, nuk mbrohesh fare me një projekt ligj apo dhe me një ligj sepse del
përsëri një tjetër një ndryshim i ligjit dhe të arrit sipërfaqe nga 2 hektar me 30, shkon 50 dhe 70. Braba, pastaj ato janë të frikshme se zdihet kur përdoren politika dhe çaj që. Megjithatë, projekt ligji është në konsultim publik, që do thotë gjatë kësaj faze merren edhe opinione, rekomandime, edhe në mënyrën se si mund të përmirësohet, të rishikohet, ka pasur edhe raste kur nisma ligjore janë tërhequr, edhe për shkak se nuk janë pritur mirë në publik. Dhe për këtë arsye mbetet për të parë se cila do të jetë ecuria e kësaj nisme ligjore. Pra nëse do të shkohet më tej, që do thotë do të kaloj le të themi fazat e mëtejshme, që janë dërgimi në kuvend, diskutimi në komisionet parlamentare, më pas miratimi në parlament, dakurësia nga presidenti dhe hyrja në fuqi pas votimit në fletoren zyrtar. Janë hallka të domosdoshme, deri më tani është një projekt ligj dhe po diskutojmë vetëm mbi aspekte që kanë të bëjnë me draftin. Ecuria mbetet për të parë, do të jemi këtu pa diskutim për të diskutuar çdo risi ndërhyrje, por edhe ndryshim që mund të ketë në këtë drejtim. Unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne, faleminderit avokate. Zonja Treska, unë dua të qëndroni sepse do të diskutojmë pak edhe mbi udhëzimin e tatimeve lidhur me paqen fiskale. Ka hyrë në fuqi, ka nisur aplikimet, si do të bëhen, hapat që do të ndiqen, kush përfiton e kështu me radhë, i diskutojmë në pjesën e tretë. Ka publicitet.